Mas shumë vjetëve në një diskutim televiziv publik me një kryetar komune i cili synon një mandat të dytë, më kam pas, si kam pas dhe të gjithë të tjertë, të folë për Koliqin me një përbuzje të jashtëzakonshme. Madje edhe me mimikën e tij, me gjithçka invalid në Koliq, diçka kështu. Dhe ju në ditë ti për në siklet. Aty e pash që emocionalisht kishe shumë reagime, ndërkohë nuk ish faqe ato. Si të boni me unë di që kjo. Që ky moment, që ky diskutim. Na e kem të përveçshëm vizitën në Koliq me gjithë familjen e gjon. Këto kem me datën 19 prill, e kem të rregullt dhe do më gjithmonë kujtime gjithë janë trona, po të gara politike, ne jemi ngarë se menojmë që mujmë me bot diçka, e kem një program dhe menojmë që mujmë me arrit njerëzve me ju ofru, një program që mirëqenin ja u rregullon, edhe është edhe mision, unë menoj që secili do të me pas mision që çdo do të me bo. Gjatë garës, kur del në situata ku gjithçka del për kontrolli, po çka është shumë e rëndësishme e potencu, është çka që pa pritne, pe dikuj që realisht do të me pas mision veç me i kujtue, se ta jep përveç pjesës njerëzore e ki edhe përgjegjësinë institucionale, ato do të është vlerë që do të me gjithë me mbrojt, gjithmonë me kujtu si histori, edhe me kujtu si momentet lavdishme që pjesa e luftës, edhe njerëz që kanë qenë në shfarosje në farë mënyre, i kanë rezistu dhe sot jam pjesë e kësaj shoqënie, mo trajtu me qatë përbuzje, unë nuk më i me i dhonë kuptim. Nuk kam asë një sqarim për një shpirt që e njën që ato dhe e thotën që atë mënyrë për një garë politike, për cilën e para punës nuk ish pse mo përmen vllau, se s'është ngarë. E dyta, kur përmenet Koliqi, të më 228 viktima, e sot plagosë nuk. Unë menoj që alo për publikun është e panjohur që ka ndodhur në Koliq dhe çfarë masakrash ka pas. Edhe situata që ka pas, e nëse dikush se ndjen çato, edhe nuk jeton me çat kujtim që çata njerëz vërtet dohet me i kujtu edhe do të më kujtu edhe vujtjet, edhe sakrificën, edhe kontributin e tyre në raport me çato që sot na e gëzojmë se çdo viktim është pjesë e lirisë që e kem sot, dhe më u trajtu me qash jo mirë njoj, po me qash munges të ndjenjave për gjithë ato që kanë ndodhur, unë nuk kam në sqarim, edhe nuk di as qysh me e përshkru, po flas të përgjithshme në të pjesa personale, është e vërtetë që kena ka bo dëm emocional, se spret një diçka tillë, por edhe se kemi prit për jaskujt. Të mënë e pres për i poshtusit, sot jem veç janë të publiku 2 libra për çato të mera që kanë ndodhur, edhe tash dalin domon për botimit. Kush ka mi lexu ato janë disa për rrëfimeve që na i ka marrë 6 muaj me pranue, me rrëfy çato. Serbia i mohon masakrat në Kosovë. Mënyra se si foli për Koliqin, zoti Bulliqi mu duk si një lloj mohimi asaj që ka ndodhur. Keni qasje tepër e rënë ku nuk e di qysh mujnë viktimat me zgjedhë vendin ku kanë më plagos. Ose ku kanë më vra. Ose ku kanë më vra. Ose me dal me madhe një garë politike se sa një masakra, një situatë të tillë, këtë nuk muj me kuptu. Ndoshta njerëzit dallojnë edhe kjo është e mira. Kjo është e mira që s'jam krejt njëjtë, se jam shumë i sigurt që në lap kjo ka prek çdo fshat edhe qytetin, edhe jam shumë i sigurt që njerëzit përjetimet që i kanë dhe të tjerë nuk menojnë që ashtu qysh ka dalë në sipërfaqe ai moment. Jam shumë i sigurt që njerëzit e ndjejnë ndryshe, edhe jam shumë i lumtur që s'ka shumë tillë. Vërtet jam shumë i lumtur që ka pak njerëz tillë, ndoshta për asnjë moment nuk pranojnë diçka tillë me e thonë, edhe ka prek shumë.
nuk është veç familje, kemi marrë jo shumë, po janë që shumë mesazhe, telefonata në përkrahje njerëzore, që s'ka lidhje me fushat, që s'ka lidhje me garë. Edhe që i përshkujnë momentet që vërtet bën më një mirë edhe të bën me më një mirë që ka njerëz që e vlerësojnë atë momente, atë situatë që ka ndodhur në 99-ën, edhe janë kundër qasjeve të tilla të cilat janë degraduese për shoqërinë, po që një individ nuk e degradon shoqërinë se pjesa tjetër mendojnë ndryshe.